Komentar Liani fillimisht të ju njoftoj se përmes imajit kam pranuar 5 njoftime nga 5 antarë të Këshillit, përmes të cilave me kanë informuar se 4 prej tyre nuk do të marrin pjesë në këtë takim dhe ata janë besnik Beslimi, pra gjyqtari besnik Beslimaj, i cili me ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në këtë takim për shkak të një ahengu familjar. Gjyqtari Afrodita Vityqi, i cili më ka njoftuar se është në pushim vjetor nga data 3. Gjyqtari Ahmet Imami, i cili edhe pse ka thonë që nuk do të marrë pjesë, është kyç për mesumit, dhe më ka njoftuar që është pushim vjetor. Pra që konsiderohet që është prezent për mesumit. Bashkim Hyseni, gjyqtari Bashkim Hyseni që më ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë këtë takim për shkak se është në pushim mjekësor për arsye shëndetësore. Dhe faret vetia që ju ka bashkangjitur propozimit për shtyrjen e këtij takimi, i cili nuk ka konfirmuar as pjesëmarrjen as mos prezencën e tij, edhe i cili nuk është aktualisht e lidhur përmes Zoomit, ndërsa sa i përket gjyqtares Ivana, e njëjta nuk ka njoftuar për prezencën ose mos prezencën e saj, në faktën në mënyrë zyrtare, qoftë përmes email-it apo telefonit. Duhet theksuar se në njoftimet e tyre, përveç të tjera, është theksuar se caktimi i mbledhjes nuk është në përputhje me vendimin e KGK-s për orajnë e takimeve. Po ashtu në këto njoftime është theksuar se Këshilli ndodhet në pushim kolektiv dhe se nuk janë paraqitur rrethona që do të arsitojnë thirrjen e një mbledhje me karakter të jashtëzakonshëm. Gjithashtu kanë shtuar se për caktimin e takimit është e nevojshme të ketë edhe koordinim mes antarëve. Gjeni në vim, po sqaroj se kjo mbledhje është caktuar para se gjithashtu si pasojë e bojkotimit të mbledhjeve nga një pjesë antarëve të Këshillit, gjë që ka pamundsuar trajtimin e çështjeve më rëndësishme. Po ashtu duhet të theksoj se nuk ka asnjë vendim të Këshillit për pushim kolektiv të Këshillit. Vendimi KGK numër 164/2025 i datës 8 maj 2025 i referohet pushimit të gjykatave ashtu siç është i përcaktuar në dispozitiv ku theksohet. Saktohet pushimi zyrtar i gjykatave të Republikës Kosovës, ashtu që i njëjti do të shfrytëzohet në bllok në 2 periudha kohore gjatë vitit kalendarik. Duke qenë se Këshilli është organ kolegjial me kompetenca ekzekutive për administrimin e gjyqësorit, agjenda e KGK-s diktohet nga temat që paraqiten sipas përgjegjësive që ka KGK-ja. Për më tepër, sipas vendimit të Këshillit, KGK numër 502/2025 të datës 26 dhjetor 2025 për miratimin e orave të takimit të Këshillit gjyqësor të Kosovës në pikën e 3 të dispozitivit për arshiet edhe mundësia shmangjes nga kalendari rregullt i mbledhjeve kur këtë e diktojnë nevojat e punës. Në këtë rast, shmangja është bërë pikërisht për shkak të mosbajtjes së mbledhjes së kaluar si rezultat i bojkotit. Si pasojë e kësaj situate, Këshilli ndodhet nevojnesa në përmbushjen e përgjegjësive të tij, përfshirë përfundimin e procedurave disiplinore, themelimin e paneleve hetimore sipas kërkesave disiplinore, zgjedhja e zëvendës kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, funksionalizimi i komisioneve të përhershme dhe trajtimin e çështjeve të tjera më rëndësishme. Gjithashtu duhet të theksoj se asnjë nga antarët të cilët mungojnë nuk ka paraqitur kërkesë për pushim të kryesuesit. Nuk kanë koordinuar pushimin me kryesuesin dhe nuk e kanë njoftuar zyrtarisht kryesuesin se ndodhen në pushim. Për hir të transparencës, natyra e punës së Këshillit lejon mendimin ndryshe, lejon diskutimin dhe debatin, por nuk mund të lejojë bojkotimin e mbledhjeve për shkak të interesave të pritjeve të ditës. Sjellje të tilla dëmtojnë rënd reputacionin e gjyqësorit dhe njëkohësisht përgjegjësitë që ka ky institucion i pavarur për administrimin e gjyqësorit.
nga gjyqësori pritet për pushtim dhe ne si trup për administrim dhe mbikëqyrje po japim shembullin më të keq të përgjegjësisë në raport me gjyqësorin dhe në raport me qytetarin. Nuk mund të lejohet si atill ku pjesëmarrja në mbledhje e KGK-s trajtohet si aktivitet i lirë. Ndërkohë që ne kemi përgjegjësi të nivelit kushtetues dhe ligjor dhe njëkohësisht paguami nga taksat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Mos funksionalizimi i trupave brenda Këshillit, jo vetëm që pamundson ushtrimin e përgjegjësive nga ky institucion, por njëkohësisht pamundson edhe punën e sekretariatit të gjykatave. Pra, ne jemi të vetëdijshëm se secili antar është i legjitimuar, qoftë nga radha e gjyqtarëve, qoftë nga kuvendi, për të përfaqësuar zërin e tyre në këtë rrjedhë përmes pjesëmarrjes, diskutimit, votimit, por jo edhe për të bojkotuar përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore. Ne kemi zgjedhur dhe kemi konkuruar për të përballur me tema të cilat kanë përgjegjësi dhe ndihmëri të lartë. Andaj çështja jonë duhet të jetë serioze, profesionale dhe transparente. Ne këtë organ kolegjial nuk mund të imponohen vullnete me bojkoto dhe mënyra jo ligjore sepse vendimarrja është kolegjiale dhe krejt në fund tërësisht e lirë për secilin. Në këtë kontekst me lejoni të theksoj disa dispozita, qoftë ligjore, qoftë akteve normative. Nëse referohem ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, përkatësisht në 14, paragrafi 2.2.1 dhe 2.2. Kryesuesi ka këto autorizime. Kryeson të gjitha takimet e Këshillit dhe miraton përgatitjen e të gjitha rendeve të ditës dhe pikave që do t'i dërgohen Këshillit për konsiderim dhe vendim. Ndërsa në 14 i këtij ligji, paragrafi 2, përcakton se rendi i ditës së Këshillit do të jetë publikisht i hapur së paku 48 orë para takimit. Nëse i referohem rregullores mbi organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në 14 paragraf 1.1.1 dhe 1.2, po ashtu përcakton, kryesuesi i Këshillit do të ketë përgjegjësi të mëparshme. Kryeson të gjitha takimet e Këshillit dhe miraton përgatitjet e gjitha rendeve të ditës dhe pikave që do t'i dërgohen Këshillit për diskutim dhe vendim. Ndërsa në 9 i kësaj rregullore përcakton në mënyrë të qartë se anëtarët e Këshillit kanë obligim të marrin pjesë në takimet e Këshillit dhe komisioneve përkatëse, përveç në raste të mungesës së arsituar për të cilat duhet njoftohet kryesuesi ose sekretariati i Këshillit. Prandaj, mos pjesëmarrja e anëtarëve të Këshillit në këtë takim me justifikime të dhëna përmes njoftimeve me madh është në kundërshtim me aktet e caktuara me të cilat rregullohet funksionimi dhe organizimi i punës së Këshillit Gjyqësor. Dhe si pasojë mungesës së kurumit, ky takim nuk mund të bëhet për takimin e radhës të njoftimit. Faleminderit.